Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, shokët e përditshëm, njerëzit me cilët të rinë vazhdimisht i ndanë në 3 kategori. Është shumë mirë të ndalemi të secili ta ndëgjojmë me vëmendje për të kuptuar ata që kemi përreth çfarë janë. I pari është thot shok i përfitimit i dobis. Ky është ai njeri i cili të shoqëron çdo herë prej teje fitim ka, qoftë në pasurinë tonë, qoftë pozitën tonë, apo ndonjë përfitim tjetër. Ama kur përfundon përfitimi, ai largohet prej tij, nuk njeh më, bile ndonjëherë edhe shndrohet në armik. E këta janë shumë në numër. Këtë kategori njerëzish, thot Sheikh Ibn Uthaymin, e përmend Allahu Dhul Jalal në surën Tauba ajeti 58, kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, ka të atill që të ngacmojnë në sadakat. Nëse u jep atyre, ata kënaqen. E nëse nuk i jep, ata hidhrohen. Andaj thot Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, nëse ti jep një shokut një libër, edhe ai libër duhet edhe ja lip, ai dhënohet. Po jemi ashtu ta kam thonë në shfrytëzim, tani më jep se më duhet. A është ky mik i vërtet? Jo. Ky nuk është mik i vërtet, realisht është mik i përfitimit. Lloji i dytë është miku i kënaqësisë. Ky njeri që shoqëron se kënaqet me ty, muhabeti i pëlqen, shëtitja i pëlqen, dëfrimi, ahengi që ti bën i pëlqen atij, mirë po as nuk sjell dobi ty e as nuk fiton ai prej teje asnjë dobi. Pra është humbje kohe. Edhe nga ky lloj i njerëzve duhet patur shumë kujdes që mos me ta marr kohën edhe mos me harxhu energjinë e madhe me te. Lloji i tretë është miku i virtyteve, i vlerave. Sadikul fadila. Ky njeri është ai që të shtyn drejt asaj që është më e dobishme, më e vlefshme, më e çmueshme, më e ndershme, më morale. Edhe të ndalon nga çdo gjë që është e shëmtuar, është e keqe, është e ndaluar. Ti hap dyert e punëve të mira dhe ti mbyll dyert e punëve të këqija, të nxjerr dhe të udhëzon ka ato. Nëse gabon, të këshillon në mënyrë që nuk ta lëndon dinjitetin tan. Ky është miku i virtytit, i vlerave morale, dhe ky është ai që duhet ta kërkosh ta kesh shok dhe duhet ta kapesh fort ta mash nëse e ke një të tillë. Kështu Sheikh Ibn Uthaymin i sharon 3 llojet e shokëve që na i kemi rreth e përqark, unë edhe ti, duhet të shohim çfarë shok kemi përreth nesh, që ta shohim se a jemi mirë apo Zoti mos e boft kohën që kemi në disponim, na shkon kot edhe nuk fitojmë kur gjë për asaj. Qofshim na miq e mirë për shokët e tonë.